Përshëndetje të gjithëve, në mbështetje të fjalës dhe deklaratës së Dorelës, ja ku është prova e krimit. Edi Rama ka lek të blej nga Serbia bomba për të qelluar popullin e tij, por nuk ka lek t'u jap pensionistëve. Këto janë bomba që ka përdorur dje, kaq munda të mlidhja, se ne kemi si zakon pastroj vendin, po pastrojmë dhe mbeturinat e mbeturinave. Ja këto janë bombat. Bomba që shikoni këtu është me doppio efekt, përdoret kundër animalve, dhe aje ka përdorur kundër popullit. Aty ka patur qytetar, kam qenë vetë aty, ka patur kalimtar, ka patur turista, rruga ishte hapur, ishte bllokuar, temperatura 35 gradë, dhe ai përdori bombë kundër popullit të tij. Prandaj, ju lutem ekspertëve ti marrë këto dhe ti verifikoj se çfarë janë. Unë ja bëra në mënyrë simbolike varse, se një ditë ne atë do ta bëjmë nuse. Dhe Gjertani do t'ja marrim ne. Prandaj, nesër më shumë, diaspora është nisur nga të gjitha drejtimet, të gjithë bashkë, nesër më shumë.